ka thonë Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, ka thonë imani, besimin Allah xhallahu ala, edhe turpi janë bashkë. Nëse shkon njëna, shkon tjetra. Që kjo kuptimi imanit fillim që se kom. Ai që s'ka marrë, s'ka as iman. Ai që ka iman, ka dhe marrë. Ai që s'ka iman, s'ka as marrë. Këto e lidhë me zvete, kjo një të përdesme, që ashtu të rësatëm. Për shambull, këni pa në botën ku dominon, për shambull, mosbesimi, ku dominon ateizmi, a lullëzën edukatën një prindve? Ja, s'lullëzën, edhe e ka shku apëtën. Normal, s'ka respekt për prindin, as din që a i ka punë, as din që shasht, e kalon vetë, 100 kilometra largë, nështë as din ku desbele, veç i thënë spitali, vadat, ka dek, baba, ose ka raste i thëtë, a muni me varrosi paguj sa du, sa zvak, s'ka me ardhë. A që jetë? Sa është jetë kjo? Sa është jetë kjo? Njëri rënan me gëzu një prind, me gëzu një vla, që kjo është jetë? Mirë, po, dunjon me te e, pa ma prindi dhe nu me ty, që ka duhet? Kur jës duhet? Dunjon me te falë. Kur shtë mësën që të me bo? Imani. Imani të mësën kështë. A që s'ka iman, nuk i bojmë përshqipë këtë mësima, absolutisht.